Një zhvillim i papritur ka tronditur opinionin publik dhe botën e muzikës shqiptare. Këngëtarja shumë e njohur, Gjensila Mirtezaj, është paraqitur përpara gjykatës së Tiranës pas një hetimi të nisur nga prokuroria në lidhje me një çështje të ndjeshme që lidhet me evazionin fiskal. Sipas burimeve zyrtare, ndaj artistes është ngritur një akuzë për fshehje të ardhurave dhe shmangje të detyrimeve tatimore gjatë 2 viteve të fundit. Sipas akuzës së bërë publike nga organet hetimore, Gjensila dyshohet se ka manipuluar të dhënat financiare që lidhen me aktivitetin e saj artistik dhe biznesor, duke shmangur kështu pagesën e taksave që parashikon ligji shqiptar. Hetimet kanë zbuluar të dhëna që flasin për një pasuri të padeklaruar, e cila ka ngjallur dyshime të forta mbi burimin dhe mënyrën e menaxhimit të saj. Autoritetet tatimore në bashkëpunim me prokurorinë kanë ndërmarrë verifikime të hollësishme në këtë drejtim. Aktualisht këngëtarja ndodhet në masën e sigurisë, arrest me kusht dhe është urdhëruar që të paraqitet periodikisht pranë autoriteteve kompetente. Megjithatë, vendimi përfundimtar lidhur me fajësinë apo pafajësinë e saj ende nuk është marrë dhe pritet të bëhet publik në muajt në vijim, pas përfundimit të hetimeve të plota. Avokatët mbrojtës të artistes kanë deklaruar se klientja e tyre është e pafajshme dhe se akuzat janë të pabazuara dhe të nxitura nga perceptime të gabuara publike. Në deklaratat e saj të para për mediat, Gjensila është shprehur se ndihet e tronditur nga kjo situatë, por gjithashtu e bindur se drejtësia do të vendosë në favor të saj. Ajo ka kërkuar respektimin e privatësisë dhe ka ftuar publikun që të mos bëjë gjykime të nxituara përpara se të flasë gjykata. Ky rast ka ngjallur debate të shumta në rrjetet sociale dhe në mediat e vendit, duke hapur diskutime më të gjera për transparencën financiare të figurave publike në Shqipëri. Rasti i Gjensila Mirtezajt vjen në një kohë kur autoritetet shqiptare kanë rritur përpjekjet për të luftuar evazionin fiskal dhe për të garantuar barazinë përpara ligjit. Pavarësisht statusit të saj si një nga emrat më të njohur të muzikës moderne shqiptare, këngëtarja do të duhet të përballet me procesin gjyqësor deri në zbardhjen e plotë të së vërtetës. Opinioni publik do të vijojë të ndjek me vëmendje çdo zhvillim që lidhet me këtë çështje. Po ju çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.